Edi, kemi Loredanën në studio që më parë rrëfeu se do kishte shumë qejf të ishte pjesë e një hapësire televizive së bashku me ty. E kemi këtu Loredanën. Loredana është shumë e mirë, kush nuk do donte ta kishte Loredana, po jo vetëm Loredana. Po Loredana ka një kështu, është shumë fan, e kam shumë qejf, gjithë e kemi qejf. Urime je për lojën aty se Një përgjigje a e kemi, do jetë Loredana pjesës së diellës? me shumë dëshirë do donim në rast se planet e saj se nuk e di tani se mos kujtoni që Loredana është si para Big Brotherit. Tani është dhe Loredana me projekte tjera. Një nga ato mund të jetë Diella, një projekt modest. Loredana, cilat janë planet e tua? Do të rrish në Shqipëri, në Itali apo në Angli? Ëndra ka qenë të kthehem në Shqipëri. Nëse gjithçka do shkoj përmbari, unë mezi pres të kthehem. Kështu që Heidi e ka ndarë mendjen. E po, urime sepse mendoj se një vend pune rrëmbeve këtu tek Diella. Do bëjmë atë. Edhe ajo është eksperte për gjë. O Heidi. Unë nuk flasim tani për Laertin, një lojtar i vendosur edhe i qetë. Olti, çfarë bëri atë finalist? Laertin e bën finalist votat e publikut, e bën sepse aty do të thënë që në gjenez, ta nisim që aty shkohet me vota. Ai mblodhi votat e duhura, shkoi deri në finale sepse ai luajti çdo kartë që i erdhi në dorë, duke filluar që nga nisja e spektaklit, e kuptoi që duhet të ishte protagonist në disa situata, agresiv në disa situata tjera, kishte një aftësi më shumë se sa disa banorë të cilët nuk e njohin mirë sjelljen televizive, duke qenë se ai vjen nga disa debatet forta, ngritje në këmbë, lagje me ujë, hidhje pritje në për studio televizive për daljen e tij si opinionist, kështu që le të themi që ai e kishte bërë një provë gjenerale dhe në Big ai kishte këtë aftësi, ndoshta më shumë se s'dua të bëj shembull tani me gjithë këto banorët që kanë përballë, po mua më duk se u kishte diçka më shumë. Pra e njëjtë gjuhën e debatit, gjuhën e kthimit përgjigjes, agresivitetit aty ku duhet dhe ku nuk duhet. Ndoshta kjo është shërbeu. Jo, po për çfarë kartash ai përdori, sepse ne kemi parë një Laert goxha të qetë. Madje ka qenë një surprizë. Jo dhe aq. Të qetë, unë e kam parë, aty të gjithë kanë qenë qetë sa momente dhe të pa qetë sa momente tjera. Unë në Prime nuk i shoh fare, sepse në Prime të gjithë shtiren. I ndryshon sjellja, tonaliteti i zërit, mënyrat e komportimit. Në Prime shtiren. Po, sigurisht. Sepse është normale që kur je në Prime, ti do paketosh sjelljen tënde të gjithë javës sa më bukur, që ta shesësh të martën apo të shtunën. Nëse do mendimin tim, nuk është se më ka pëlqyer shumë si lojtar Laerti, nuk është se madje edhe po mos shkonte në finale mes 4 finalistëve, s'do vitë në keq fare. Por është aty edhe respekt për atë që kanë votuar, kështu që pse jo. Heidi. Po. Lutem kjo ideja që në Prime gjithë shtiren e ke tani këtë e beson me të vërtet 100% këtë që thu tani? Gjiban. Po, Olti. Shtiren në kuptimin që e thash edhe shpjegova, po nuk e dëgjova se kishe. Jo, e dëgjova, unë shumë bukur dëgjova. Dohet merre mikrofonin dhe të. Po dohet ta merr mikrofonin dhe të dëgjova. Jo shtiresh, unë e shpjegova, të paketonit bukur sjelljen e javës. Nuk është e vërtetë kjo që thu. Po mund të jesh ti përjashtim, po besoj se shumë prej banorëve. Besoj se shumë prej banorëve e the fjalën tate tani dëgjoj atë që kam thënë unë. E the fjalën tate, besoj se shumë prej banorëve në Prime janë vetja e tyre. Po pra shumë, jo këtë besoj. Cili ka mendimin e vet, Gjibani? Nuk thash të gjithë, Faleminderit. Edi. Nuk thash të gjithë, more lash veç, ti do me hy patjetër te përqindja. O Gjiban. Edhe ti je shtirur më shumë nga të gjithë. Ti je shtirur më shumë nga të gjithë. Kështu që rri. O Gjiban, ti bën Big Brother shumë bukur Gjibani, ose do bësh replik me mikrofon, ose... Gjibani, ti Big Brotherin në studio e qanë, në shtëpi e bën 0. Ky është problemi yt. Bravo, tani problemi yt është ky, që ti në vend që ti jesh një opinionist, je një fans dhe je një njeri i cili me një mënyrë harbute i shpreh mendimin e tij. Në mënyrë absolute sapo the që sjellja ime në shtëpi ka qenë 0. Nëse ti mendon se gjithë sjellja ime për 2 muaj në shtëpi ka qenë 0, sapo erdhe në kontradikt me fjalët që the për publikun, sepse ka qenë publiku që më ka mbajt 2 muaj. Ti erdhe në kontradikt me fjalët e tuaja. Ti sapo erdhe në kontradikt me fjalët që the tani, sepse the Laertin e mbajti publiku me votat e tij. Dhe nëse ti mendon se publiku mban në shtëpi 2 muaj, njerëz që e kanë sjelljen 0, sapo vjen në kontradikt me fjalët e tuaja. Në qoftë se ti e duke bërë, ti kujton se po merr mikrofonin dhe po bën muzikë rap, por nuk ka rap këtu, duhet të kesh mendim që të flasësh. Dakor?
Kështu që ma marrshi të keqen të gjithë që e shani muzikën në rap dhe të gjithë që keni problem me mënyrën se si artikuloj, ma marrshi të keqen nëse ju jeni breshka dhe nuk dini të artikuloni, kjo është problemi juaj. Unë di të artikuloj, di të flas, e bëj pa rima kur flas të pros, unë nuk po bëja rima këtu, unë të dash përgjigjen time. Nëse përgjigja jote dhe argumenti yt më i fortë kundër argumentit tim